situata. Tifozët kanë filluar që dje me pushtu Bratislavën, ka pas shumë që kanë orë me vetura, po ka pas edhe be atyre që kanë orë me aeroplan. Apo fitojmë mas pari, apo fitojmë, dinë atmosferën, kjo është e rëndësishme në fillim, apo fitojmë. Ajo që më pëlqen, atmosfera në kamp është shumë e qetë, prishmërit e ekipit dihen, nuk ka si në shkumën, sot e bona një paralele para 10 vite, 11, kur ishin hapat e parë të ekipit, e moj me një ndeshje me Senegalin e kina zhvillu në Zvitër, në atë ku pranë ekipit kanë qëndru shumë njerëzi, shumë tifaz, sot ekipi është izolu, mi qetë, edhe gati për ndeshjen, po besoj që kina me bu më të mirën që me mëri rezultatin që e dojnë kejtë. Kështu edhe prova, kvaliteti është në nënën tonë, je më të mirë se Slovakia besoj, edhe fitoria nuk është detë në diskutu. Ndjenja jote para ndeshjes është shumë e rëndësishme, emocioni yt para ndeshjes është shumë e rëndësishme me përcjell këtë studio këtu, sepse unë e di kur je më afër, ti nuk je prognozues i keq edhe unë jam shumë i keq, unë s'ja kom qellu kur, gati kur, sepse nga njerë emocioni ka qenë apo rezervat mia, po ti duhesh me ndi fitoren. Mendoj emocioni yt shumë do me thonë për neve në këtë studio tash. Profër se lavda kur të thënë me kombëtarin e Kosovës, gjithmonë ka fitu Kosova. Kështu që... A i se fatë ti Kosovës kur shkon? Prof, në 5 ndeshjet e fundit, ishë ato me Zvitrën, në kanë bo me besu që kjo ke pa kvalitet, edhe mundet me lusi barabar dhe gjitha kombëtarë. Fitoret jashtë fushe kunder Slovenisë dhe kunder Suedisë, kanë tregu që ekipit din me performu shumë mirë jashtë, dhe me konë shumë i kujdeshëm, edhe po besoj që e njëjta situatë është edhe sot, edhe pse moti në Bratislavë për momentin është me shumë shi, po të e po, të gjysmë e ekipit, është rritë Kosovë dhe kalun kushte shumë drana, në fusha shumë drana, po besoj që edhe kjo ka me shku në favorin tonë. Urojnë që... Fitoria, do me thonë, është e jonë. Unë besoj fitore pa pranë gol, sulmus të kemë shumë bon të mirë, janë 2-5 sulmus dhe matë mirë në 5 ligat evropiane, Morisin e kemë 2 La Liga, Sloni është 2-5 sulmus dhe matë mirë në Bundesliga dhe po besoj që sot është dita e tyne.